Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrinj, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Samiti i 6 i Komunitetit Politik Evropian zhvilloi punimet në Tiranë. Rama priti krerët e shteteve, vlerësohet progresi i Shqipërisë. Udhëheqësit evropian shprehin mbështetjen e plotë për Ukrainën. Agresioni rus kërcënon rendin demokratik, gati sanksionet e reja ndaj Moskës. Presidenti Vjosa Osmani thot për Vision Plus se Bashkimi Evropian duhet të heqë sanksionet ndaj Kosovës, çdo vend të vlerësohet sipas meritave. Berisha ankohet në Bruksel për humbje në zgjedhjet e 11 majit. Kreu Demokrat kërkon mbështetje nga ndërkombëtarët në betejën për votën e lirë. Vijmë të ndjekim më gjërësisht zhvillimet kryesore të ditës. Samiti i 6 i Komunitetit Politik Evropian nisi punimet këtë të premte në Tiranë me pjesëmarrjen e 47 udhëheqësve të shteteve të ndryshme. Kryeministri Rama priti liderët në sheshin Skënderbej, mes të cilëve dhe kreun e NATO-s, si dhe drejtuesit e lartë të Bashkimit Evropian. Zëvendës presidentja e Komisionit Kaja Kallas vlerësoi në veçanti progresin e Shqipërisë. Tirana mikpret samitin e 6 Komunitetit Politik Evropian, i cili për herë të parë zhvillohet në një prej vendeve të Ballkanit Perëndimor. 47 kryetarë shtetesh e qeverisë kanë mbritur në sheshin Skënderbej për të diskutuar rreth sfidave me të cilat përballet Evropa. Komuniteti politik u krijua për të ulur në një tryez të gjithë liderët e Evropës e për të diskutuar gjitha çështjet që prekin vendet tona. E çështja kryesore për Ballkanin Perëndimor e për Shqipërinë është integrimi në BE. Në fillim të takimit, zëvendës presidentja e Komisionit Evropian komentoi ambicien e qeverisë shqiptare për të bërë anëtare Bashkimit Evropian vitin 2030, duke vlerësuar ritmin e reformave në vendin tonë. Po, mendoj që Shqipëria po bën një progres të shkëlqyer për reformat dhe duhet që edhe nga ana jonë, nga ana e Bashkimit Evropian të hidhen hapat e nevojshëm. Sigurisht, ne duam reforma, sundimin e ligjit, ato që janë të nevojshme, por ka një moment politik dhe procesi i zgjerimit duhet të ndodhë. Samiti zhvillohet në të njëjtën ditë që në Turqi ka nisur bisedime tripalshe mes SBA-s, Rusisë e Ukrainës për luftën mes Moskës e Kievit. Mendoj se Putin bëri një gabim duke dërguar një delegacion të nivelit të ulët. Topi është qartësisht në fushën e tij. Ai duhet të luajë, duhet të jetë serioz për të treguar se e do paqen. Mendoj se i gjithë presioni është tani mbi Putin. Presidenti Zelenski ishte gati të takohej në Turqi, por presidenti Putin nuk shkoi. Dhe kjo tregon besimin e vërtetë të presidentit Putin. Ai nuk e do paqen. Prandaj ne duhet të rrisim presionin dhe po punojmë për një paketë re sanksionesh. Hapja e samitit të Komunitetit Politik Evropian u bë në Teatrin Kombëtar të Operës së Baletit me ceremoni të veçantë, pjesë së cilës ishte edhe një video realizuar nëpërmjet inteligjencës artificiale, ku liderët e Evropës të kthyer në fëmijë uronin mirëseardhje në Shqipëri në gjuhën e tyre. Bienvenue en Albanie. Mirë se vini në Shqipëri. Liderët politik synojnë që nga Tirana të përçojë mesazhin se Evropa qëndron sot në mbështetje të Ukrainës. Lufta në Ukrainë dominoi punimet e samitit të Komunitetit Politik në Tiranë. Udhëheqësit evropian dënuan agresionin rus, duke vënë në dukje se Moska po dëshmon se nuk dëshiron paqe të qëndrueshme. Liderët ranë dakord gjithashtu që Europa të bashkëpunojë më shumë në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë së kontinentit. Në seancën e parë plenare të samitit Komunitetit Politik Evropian, diskutimet e udhëheqësve politik u fokusuan tek siguria, e parë në 2 shtylla, përfundimi i luftës në Ukrainë dhe forcimi i kapaciteteve të mbrojtjes kolektive të Evropës. Seanca u drejtua nga kryeministri Edi Rama, i cili sapo fitoi mandatin e 4 me premtimin për të anëtarësuar Shqipërinë në BE në vitin 2030. Në fakt, mbërritja juaj vijon një fushatë zgjedhore ku Europa ka qenë më e pranishme se kurrë, dhe jo si një çështje që krijon ndasi, por si një deklaratë e përbashkët, jo si një grup apo grumbull detyra shtëpie, por si një fat bashkëndar. Japse është kaq kënaqësi që fushata u përqendrua tek këto fjalë: Europë, identitet, përkatësi e identiteti fitoi më shumë se 52% të votave. Kryeministri Edi Rama në nisje të këtij samiti theksoi se ka ardhur momenti kur Evropa duhet të ndryshojë. When Donald Trump says that God saved him from the bullet,
Kur Donald Trump tha se Zoti e shpëtoi nga plumbi, sepse i plotfuqishëm kishte një plan për Amerikën, tha vetëm gjysmën e së vërtetës. Gjysma tjetër është se Zoti kishte një plan edhe për Europën, e nuk mund të ishte më e qartë se sa kaq. Europa edhe një herë ka një mundësi të dhuruar prej Zotit për të rishpikur veten. Le të sigurohemi që rrugtimi i Europës, i yni në këtë rast, nuk është një rrugtim rrëmbimi si në pikturën e Veronezës, por një udhëtim kthimi dhe rilindjeje. Liderët e Evropës vlerësuan se paqja duhet vendoset në Ukrainë. Ashtu si kundër nga ana tjetër theksuan vullnetin e tyre për të rritur fuqinë mbrojtëse të Evropës. Orët e fundit treguan se Rusia nuk e do këtë armëpushim, por trysnia europiane dhe amerikane do ta bëjë këtë. Rusia duhet i kthehet diskutimeve që u mbajtën në 2022-shin. Kjo do të thotë që duhet të këmbëngulim në mënyrë që të sigurojmë një paqe të qëndrueshme në Ukrainë. Rusia po tërheq këmbët zvarr dhe po luan lojra ndërkohë që Ukraina ka dëshmuar se është pala e paqes dhe udhëheqjes. Britania është gati të luajë rolin e vet, dhe kjo nënkupton rritjen e shpenzimeve ushtarake deri në 2.5% të prodhimit të brendshëm bruto deri në vitin 2025. Pasoja që ka shkaktuar rendit botror agresioni rus vazhdon të sjellë efekte destabilizuese. Për këtë arsye ne do të zgjedhim të qëndrojmë krah ukrainasve dhe do të vazhdojmë të bëjmë të pamundurën që kjo luftë të marrë fund menjëherë, sepse siguria jon varet nga forca e ligjit dhe jo nga kush mendon se është më i fortë. Pika e parë është që nuk duhet të ketë pikë dyshimi që ne jemi të angazhuar të japim mbështetje për Ukrainën. Pika e dytë në lidhje me SBA, vendimi është mirënjohës Amerikës për atë që ata bën për ne pas luftës së dytë botërore. Ne duhet të bëjmë çdo përpjekje që amerikanët të jenë në krahun ton. Ne nuk mund të zëvendësojmë amerikanët dhe atë që ata bëjnë për ne në Europë. Edhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky bëri apel për paqe nga Tirana. Presioni duhet vijojë dhe të rritet derisa të ketë ecuri. I bëj thirrje Putinin të jap delegacionit të vet autoritetin e plot, pasi duhet i japin fund vrasjeve. Ndërsa presidenti i Turqisë Erdogan shpjegoi takimet që ka zhvilluar në kuadër të bisedimeve për paqen në Ukrainë, duke ngritur një herësh edhe çështjen e situatës në Gaza. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, po merr pjesë në punimet e samitit të komunitetit politik në Tiranë. Në një intervistë për Vision Plus, ajo i bëri thirrje Bashkimit Evropian të vlerësojë progresin e Kosovës dhe të heqë sanksionet. Pasi u mikprit nga kryeministri Edi Rama në sheshin Skënderbej, aty ku po mbahet samiti i komunitetit politik të Evropës, presidentja Vjosa Osmani shprehu zhgënjim për sjelljen që Bashkimi Evropian ka në raport me Kosovën. Ne kemi ndërmarrë reforma më shumë se çdo shtet tjetër në këtë rajon, përkundrazi jemi i vetmi shtet që ende nuk e ka statusin e kandidatit dhe jemi në masa të cilat janë të padrejta dhe absolutisht pa arsyeshme, sepse Kosova ka plotësuar të gjitha kërkesat e Bashkimit Evropian. Kështu që në qoftë se linjëzimi me politikën e jashtme të BE-s në politikën e jashtme dhe në siguri ka ndonjë rëndësi, atër Kosova do të ecë përpara, por për fat të keq më shumë po vlerësohen ata që po i drejtojnë syt vesht dhe politikat e tyre nga Moska, sesa ne që jemi 100% në përputhje me vizionin dhe vlerat e BE-s. Në një intervistë për Vision Plus, Vjosa Osmani nënvizoi se kërkesa kryesore që ajo do të bëjë gjatë këtij samiti është që kjo qasje e BE-s ndaj Kosovës të ndryshojë. Dialogu me Serbinë nuk është temë që diskutohet këtu, diskutohet në Bruksel në ndërmjetësimin e BE-s, kurse sa i përket samitit EPC-s, këtu kemi kryesisht diskutime me anëtarët e Bashkimit Evropian dhe shtetet të tjera që mbështesin ecjen tonë drejt rrugtimit euroatlantik dhe antarësimit në BE dhe në NATO. Kërkesa jonë do të jetë e qartë që të ketë proces të bazuar në merita. Osmani komentoi shkurtimisht edhe ngërçin politik në Kosovë, duke shprehur optimizëm se situata do të marrë zgjidhje së shpejti. Delegacionet e Rusisë dhe Ukrainës janë ulur në tryezën e bisedimeve në Stamboll për të gjetur një zgjidhje që i jep fund luftës. Takimi i ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara zhvillohet me pjesëmarrjen e sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio. Në Stamboll ka nisur raundi i parë i bisedimeve të drejtë për drejta mes Rusisë dhe Ukrainës që nga viti 2022. Këto diskutime po zhvillohen në ndërmjetësimin e Turqisë, me synimin për të gjetur një mundësi për paqe dhe për të ndalur luftën që ka shkaktuar dhimbje dhe humbje jetësh. Ndihmësi Vladimir Putinit, Vladimir Medinsky po drejton delegacionin rus, ndërsa ministri i mbrojtjes i Ukrainës Rustem Umerov ekipin negociues Ukrainës. E pranishme është edhe pala amerikane me në krye sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio. Ministri i jashtëm turk Hakan Fidan foli shkurt përpara 2 delegacioneve para nisjes së takimit trepalësh.
Sot ka dy rrugë, njëra çon në paqe dhe tjetra do të shkaktojë më shumë shkatërim dhe humbje jetësh. Të dyja palët do të zgjedhin se cilën rrugë do të ndjekin. Mikpritja e të dyja palëve tregon vullnetin ton të fortë për t'i dhënë fund luftës. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që një armpushim të ndodhë sa më shpejt të jetë e mundur. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka thënë se është i gatshëm të takohet drejt për drejt me presidentin rus Vladimir Putin, duke besuar se vetëm një takim i tillë mund të çojë në fundin e luftës. Megjithatë, kreu i Kremlinit ka vendosur të mos marrë pjesë në këto bisedime, duke lënë hapësirë për delegatët që të diskutojnë mundësinë e një marrëveshjeje. Ky është një moment i rëndësishëm për diplomacinë ndërkombëtare, pasi çdo hap drejt një armpushimi mund të shënojë një kthes të rëndësishme në këtë luftë që ka tronditur botën. Pavarësisht vështirësive, shpresa për një të ardhme paqësore mbetet një objektiv i rëndësishëm për të dyja palët dhe për komunitetin ndërkombëtar. Sali Berisha i bëri thirrje ndërkombëtarëve të mbështesin betejën e Partisë Demokratike për votën e lirë. Lideri i opozitës tha se zgjedhjet e 11 majit u vodhën pasi sipas tij qeveria angazhoi bandat kriminale në qytetet kryesore të vendit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u ankua në Bruksel se zgjedhjet e 11 majit u vodhën. Në samitin International Democracy Union, Berisha tha se gjatë fushatës në terren ishin bandat kriminale për të siguruar vota për Partinë Socialiste, duke shtuar se njerëzit më të votuar sot janë kandidatët e këtyre organizatave. Për të fituar, kryeministri e ktheu të gjithë administratën dhe shtetin në një makineri të madhe elektorale. U përdoron mjete publike financiare për të bler vota. Konkretisht, çdo pensionisti ju dha 100 euro si dhuratë në mes të fushatës zgjedhore, si një dhuratë nga kryeministri. Por, zonja dhe zotërinj, pensionistët përbëjnë sot 48% të elektoratit në Shqipëri, pasi në 10 vjet janë larguar rreth 600.000 të rinj. Kërkesa e Berishës për ndërkombëtarët është që ta mbështesin në betejën që sipas tij ai po bën për votën e lirë. Jemi mirënjohës që këto veprime janë reflektuar nga vëzhguesit ndërkombëtar si OSBE, Parlamenti Evropian dhe Këshilli i Evropës, të cilët nxorën një raport shumë serioz. Zoti president, zgjedhjet ishin farsë. Nëse nuk u kthejmë të drejtën për të votuar shqiptarëve, vendi po zhduket. Sipas Eurostat, në 10 vitet e fundit, mbi 1.099.000 shqiptar janë larguar drejt Bashkimit Evropian. Faleminderit edhe një herë për mbështetjen shumë të çmuar që keni treguar. Kërkoj sërish mbështetje nga qeveritë që kombi im të mund të votojë i lirë. Solidariteti ndërkombëtar, shtoi Sali Berisha, është vendimtar që opozita të triumfojë në përpjekjet e saj përballë mazhorancës socialiste. Numërimi i votës preferenciale që po shkon drejt fundit ka ndryshuar renditjen e kandidatëve në dy kampet. Në listën e Partisë Socialiste, Erion Braçe është ngjitur në vendin e dytë, ndërsa Ornaldo Rakipi ruan e përsin ndaj Xhemal Qefalis. Në avantazh është edhe Jorida Tabaku nga Partia Demokratike përballë mjekut Ilir Ali Mehmeti. Teksa kanë mbetur 10 kutit e fundit pa numëruar në Tiranë, gara mes kandidatëve është më e fortë se kurrë për të fituar një vend në parlament. Partia Socialiste ka marrë 19 mandate, ku 12 janë në listën e mbyllur dhe 7 në listën e hapur. Kjo e fundit kryesohet nga Blendi Gonxhe me mbi 21.000 vota, i ndjekur nga Erion Braçe me mbi 20.000 dhe Ervin Hoxha dhe Fatmir Xhafaj. 3 vendet e fundit për parlamentin e ri janë ato që kanë dhe përballjen më të fortë. Kështu, Ornaldo Rakipi ka lënë pas Xhemal Qefalin, teksa ky i fundit ka më shumë vota se Anila Denaj dhe Blerina Gjylameti, të cilat nëse rezultati do të jetë i tillë deri në fund do të jenë në parlament për shkak të kuotës gjinore. Në garë është edhe Olta Gjaçka, e cila mund të rrëmbej vendin Gjylametit nëse te kalon atë me preferencat e votës së kryeqytetasve. Sipas rezultateve paraprake të publikuara nga KQZ në Partinë Demokratike që ka siguruar 13 mandate, Jorida Tabaku vijon të jetë më e votuara e listës, e ndjekur nga mjeku Ilir Ali Mehmeti. Ndërkohë në vendin e tretë është ngjitur kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta dhe pas tij vijnë dy ish-deputetët Aslan Dojani dhe Myslim Murrizi. Ndërkohë po vijon numërimi i mbi 49.000 zarfeve të diasporës, ndërsa vota e Greqisë nuk ka nisur ende numërimin. Këto të fundit pritet të ndryshojnë balancat për të fituar mandatet e fundit mes partive.
Edhe pse jemi në prag të stinës së verës, në Theth këtë të premte janë rikthyer rreshjet e Dëborës. Moti i përkeqësuar në 24 orët e fundit me uljen e temperaturave ka sjell një shtresë të hollbore për pa krijuar probleme në qarkullimin në rrugë. Megjithatë, policia u bën apel shoferëve të bëjnë kujtesë, pasi përveç Borës në disa pjesë në rrugën e Thethit ka edhe rënje të gurve. Kjo ishte i gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirupafshim.